بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتم التسليم أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Falenderojmë Allahun, atë falenderojmë vetëm për Tij ndihmë dhe falje kërkojmë Allahut i lutemi që të na jap dije dobishme, të na jap punë të pranuar dhe furnizim të bollshëm. Dhe Allahut i lutemi që t'i bëj këto mexhlise ku mlidhen me lajket, ku na rrethon mëshira e Allahut e ku na përmend Allahu atje ku është ai, pra tek me lajket. Të nderuar vëllezër, e kemi lënë shpjegimin e akides tahawije tek fjala e autorit ku thot Khaliqun bila haja, Razikun bila mu'na. Allahu krijon pa pasur nevojë dhe furnizon pa u munduar as pak. Allahu prej cilësive të tija është cilësia e furnizimit, ndërsa emri i tij është furnizuesi. Dhe këtë gjë Allahu e bën pa mundimin më të vogël. Pra krijon pa pasur nevojë për të krijuar dhe furnizon pa u lodhur. Kjo gjë është e qartë, që Allahu është krijuesi dhe që ai i furnizon krijesat dhe nuk ka shumë nevojë për argumentim. Ai që duhet ndalen këtu është fjala e autorit pa pasur nevojë. Pra që thotë Allahu krijon pa pasur nevojë, pikërisht te kjo fjalë. Arsyeja pse do të ndalim te kjo fjalë është për shkak se, siç e kemi thënë, akida tahawije i ka disa kritika dhe disa prej grupeve të devijuara e kanë marrë këtë akide të Imam Tahawit dhe kanë punuar me të. Dhe në disa vende e kanë shtrembruar kuptimin e saktë. Pra, të fjalës Imam Tahawit, nëse nuk ka pas për qëllim atë që kanë thonë ato. Dhe normalisht në përmendim të mirë themi që Imam Tahawi ka pas për qëllim këtë që do të themi. Allahu fillimisht të argumentohemi për atë që lexuam, Allahu i ka krijuar krijesat dhe nuk ka nevojë për furnizim prej tyre, sikur se thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar, thot Allahu, njerëzit dhe xhinët për gjë tjetër vetëm se që të më adhurojnë. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Nuk kërkoj prej tyre furnizim dhe nuk dua që të më ushqejnë. Pra Allahu është ai që ushqen dhe jo anasjelltas. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allahu është furnizuesi i cili ka fuqinë absolute. Gjithashtu thot Allahu: "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid." O ju njerëz, ju jeni nevojtar për Allahun dhe Allahu është i pasuri dhe i lavdëruari. Wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara. Allahu është i pasuri dhe ju jeni nevojtarë. Qul a ghayra Allahi attakhidhu waliyan fatiri as-samawati wal-ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Thuaj, o i dërguar, a krahas Allahut të marr dikë tjetër mbrojtës, dhe ai është krijuesi i qiellit dhe i tokës. Wa huwa fatiri as-samawati wal-ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dhe ai, Allahu është ai që furnizon dhe nuk ka nevojë për furnizim. Ndërsa në një hadith nga Abu Dharri radhiyallahu anhu përcjell se profeti sallallahu alaihi wasallam citon dhe përcjell prej Allahut se Allahu ka thënë: "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum." Thot Allahu: "O robërit e mi, nëse i pari dhe i fundit për jush, prej njerëzve qoftë apo prej xhinëve, pra të gjithë bashkë, njerëzit dhe xhinët, të gjithë ju, sikur në zemrën tuaj të ishte devotshmëria
siç është më i devotshmi, pra burri më i devotshëm mesin tuaj, sikur të gjithë kishit atë besim, ma zade dhalike fi mulki shay'a. Kjo në sundimin tim nuk shton as pak. Dhe kundërta e kësaj, ja ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Pra, o robërit e mi, nëse të gjithë ju në zemrën tuaj të kishit, pra të ishit me zemrën më të prishur, siç është burri më i prishur për jush, të gjithë në atë lloj gjendje të ishit, nuk do të paksonte kjo asgjë në sundimin tim. Ja ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taytu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. O robërit e mi, nëse të gjithë ju thot të mblidheshit në një tubim të vetëm, edhe çdo kush më kërkonte, edhe unë t'ja plotsoja kërkesat çdo kujt, nuk do të paksonte gjë kjo prej asaj që kam, siç do të paksonte thot, siç nuk do të paksonte thot një gjilpër në moment që futet në det. Allahu është i cilësuar me pasurinë absolute, nuk shteron. Dhe nuk ka nevojë Allahu për asgjë. Ndryshe nga krijesat. Krijesat janë të mangëta. Dhe Allahu, sikur se kanë thënë, të ka krijuar për interesin tënd. Ndërsa krijesa, për shembull, prindrit kur vendosin të bëhen me fëmijë, e bëjnë për interesin e vet. Pra bëhen me fëmijë për shkak se duan që t'i bëhet krah më mbrapa kur ato të plaken, ndërsa Allahu e krijon njeriu për interesin e vet njeriu. Dhe nuk ka nevojë Allahu për to. Nëse ato besojnë, e kanë për veten e vet. E nëse mohojnë, prapë e kanë për veten e vet. Pra kjo Allahu nuk i bën as dëm dhe as dobi. Pra ky ishte interpretimi i saktë i fjalës që Allahu krijon pa pas nevojë. Allahu krijon dhe nuk ka nevojë për askënd, qoftë për furnizim, qoftë për adhurim, sikurse ka disa njerëz që pra e nxjerrin një fjalë pa e menduar, thonë po ka nevojë, pra janë që s'kan lidhje me fen, apo po e thonë ndonjëherë kur bën diskutim, thonë po Zoti thon ka nevojë për lutjet tona apo për adhurimet tona. Pra do të thonë këto janë njerëz që nuk e kanë vratruar dhe nuk e kanë kuptuar realitetin e krijuesit. Dhe kuptimi i saktë, pra që tham që Allahu është i pastër prej të pasurit nevojë. Nuk ka nevojë Allahu për askënd. Interpretimi i dytë, që lë vend për këtë interpretim, kjo fjalë autorit, siç tham, sepse disa prej grupeve të devijuara që kanë qenë në kohën e autorit dhe më pas, e kanë përdorur këtë fjalë dhe i kanë dhënë një kuptim të keq. Kështu që na detyrohet ne me e përmend, po siç tham ne kemi mendimin e mirë që autori ka pasur për qëllim atë të parën. Dhe ky interpretim është sipas metodës kelamistëve. Pra ato që japin përparësi logjikës para argumenteve. Çfarë bëjnë ato? Ato mohojnë urtësinë e Allahut të lartësuar. Dhe këtë fjalë që Allahu krijon pa nevojë, fjalën nevojë këtu ato e llogarisin urtësi. E llogarisin thonë urtësi. Sepse tek ato urtësia e Allahut, pra që Allahu i bën gjërat me urtësi, nuk kupton që Allahu ka nevojë ta bëjë diçka, prandaj për shkak të kësaj urtësie që kthehet në nevojën e Allahut, e ka bërë. Pra ky është interpretimi që ato japin dhe kështu duan të mohojnë urtësinë e Allahut. Edhe mund të përdorin një fjalë tjetër, ato përdorin qëllim. Pra, ato thonë qëllim edhe me kuptimin urtësi. Edhe për ta pastruar Allahun, domethënë prej të pasurit nevojë, thonë që Allahu domethënë i japin urtësisë Allahut emrin qëllim, porse urtësia është për qëllim. Kanë për qëllim urtësinë e Allahut dhe kështu e mohojnë. Se nëse ato thonë, nëse Allahu krijon se ka një qëllim që krijon, e bie që ka nevojë.
edhe e kthejnë krijimin apo veprat e Allahut në përgjithësi në dëshirën absolute të Allahut. Thjesht Allahu don dhe i bën. Edhe kështu mohojnë domethënë urtësinë e Allahut. Mirë po, normalisht ky është interpretim i gabuar. Ne themi që Allahu i lartësuar i bën gjërat pra me urtësi. Me urtësi. Allahu vetë ka mohuar, domethënë. Nëse themi për urtësinë e Allahut, argumentet janë shumë, qindra në mos qofshin me mira. Që urtësia e Allahut, domethënë, që e pohojnë urtësinë e Allahut. Dhe Allahu nuk i bën gjërat kot, siç pretenduan kelamistët. Nuk i bën gjërat kot. Siç thot një fjalë, domethënë ata për mos me dash me ja cilësu një mangësi Allahut pra për të pasur nevojë, ran nga shiu mbreshër. Pra nga kjo ran ke diçka më e keqe që mohon urtësinë e Allahut subhanahu wa taala. Allahu thot vetë në Kur'an: "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turji'un?" A mos pandehet ju që ne ju krijum kot dhe se ju nuk do të ktheheni një ditë ne? Pra Allahu ta ka treguar vetë urtësinë e krijimit. Sikurse ka ajet i lartë. Dhe nuk i kam krijuar njerëzit dhe xhinët vetëm se që të madhurojnë. Nuk tha që i krijova thjesht se doja. Jo, i kam krijuar me qëllim që të madhurojnë. Jo që ka, kjo s'do të thotë që Allahu ka nevojë për adhurimet. Se Allahu thot pastaj më mbrapa, nuk kam nevojë për to. Ma uridu minhum min rizq, nuk kam nevojë për furnizim prej tyre. Pra detyra është të bashkohen të gjithë argumentet. Dhe jo të merren disa, siç bën kelamistët, dhe të lihen disa. Fjala tjetër autorit Razit bila mu'min dhe furnizon pa u munduar Allahun kurse si nuk e mundon furnizimi i robëve të vet. Allah është furnizuesi, pra ky është emri i tij dhe cilësia e tij është furnizimi. Dhe kjo as pak nuk e mundon Allahun. Mumitun bila makhafa ba'ithun bila mashaqqa. Allahu shkakton vdekje pa pasur frikë dhe ringjall pa asnjë vështirësi. Allahu subhanahu wa taala është i cilësuar me dhënien dhe me marrjen e jetës. Pra kjo është cilësia e Allahut, cilësi veprore. Do shkojmë tek ndarja e cilësive të Allahut. Pra do ta sqarojmë pak më poshtë. Thot Allahu: "Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turji'un." Si e mohoni Allahun ju? Dhe ju nuk ishit fare. Allahu ju solli në jetë, thumma yuhyikum wa thumma yumitukum, pastaj ju merr jetën, thumma yuhyikum, pastaj ju ringjall prapë, thumma ilayhi turji'un. Pastaj tek Allahu do të ktheheni, është kthimi juaj. Pra, ky është argument që kjo është cilësi e Allahut subhanahu wa taala, pra që ta merr, ta jep dhe ta merr jetën. Ndërsa fjala e autorit pa pasur frikë do të thotë se Allahu subhanahu wa taala është i pastër prej kësaj mangësie. Allahu azza wa jall kurse si nuk ka frikë, bën një veprim. Çfarë do lloj gjëje që Allahu bën, e bën pa pasur frikë se mund të vijë diçka. Edhe kjo për shkak se Allahu posedon fuqinë absolute, apo jo? Allahu është fuqi plot. Argument: "Fadamdama alejhim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha." Dhe Zoti i tyre për shkak të mëkatit që ato bën, u arreshtoi ndëshkimet dhe i rrafshoi. U arreshtoi ndëshkimet dhe i rrafshoi. Dhe thot: "Wala yakhafu 'uqbaha." Thot vetë Allahu në Kur'an: "Wala yakhafu 'uqbaha", duke mos ju friksuar çfarë mund vi pas atij ndëshkimi që Allahu i bëri atij populli. Përveç kësaj, në moment që ne pohojmë dhe besojmë se Allahu ka pushtetin, fuqinë, dijen, dëshirën absolute, me dëshirë absolute kam për qëllim që Allahu don diçka, pa dyshim që ajo do të bëhet. Pra në moment që ne i pohojmë të gjitha këto cilësi, automatikisht mohohet që Allahu të ketë frikë. Pasi frika vjen si pasojë e mangësisë në fuqi dhe në dëshirë. Pra një person, njeriu, qoftë më i fortë në dynja,
Ama pra edhe sikur të jetë më i forti, ka frikë nga një numër më i madh se vetja vet. Mund t'i vinë, do thonë, nëse nuk i bën çdo person tek t'i bëj dom, mund të mlidhet dikush një grup dhe ja bëjnë domin. Domethënë që njeriu është i mangët. Pra veprimet që i bën me frikë. Ndërsa Allahu nuk e ka këtë. Allahu ka fuqinë absolute, si mund të ketë frikë. Gjithashtu, dëshira e Allahut ndodh. Nëse Allahu don diçka, ajo ka për të ndodhur me do e mos. Si mund të ketë frikë Allahu? Fjala e autorit ringjall pa vështirësi, pra pa asnjë vështirësi. Normalisht është e qartë që përderisa Allahu krijoi, ai edhe të ringjall. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. A vallë nuk e shohin ata për gënjeshtrues se si Allahu e fillon krijimin dhe pastaj e përsërit atë. Kjo për Allahun patyshim është e lehtë. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahid. Thot Allahu, krijimi dhe ringjallja e ju të gjithëve, kur ai ta bëj ditën e gjykimit, për të nuk është ndryshe sikurse krijimi dhe ringjallja e një njeriu të vetëm për jush. Pasi Allahu për çdo gjë thot bëhu dhe ajo bëhet. Kjo subhanallahu tregon dhe logjikën e dobët të ateistëve, të cilët e mohojnë ose kushdo qofshin ata që e mohojnë ringjalljen, duke harruar se Allahu na krijoi për herë të parë dhe se krijimi për s'dyti normalisht është më i thjeshtë edhe nga ana logjike se sa krijimi, do thon, për herë të parë. Sikur se thot Allahu në Kur'an shembullin e atij personit që i shkoi profetit sallallahu alaihi wasallam edhe i tregoi disa eshtra, thot Allahu edhe tha ky personi si do ringjallen këto tani, që po bëjnë pluhur. Thot Allahu wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Ai thot na sjell neve shembull duke të treguar t'ju i dërguar disa eshtra të kalbura, ndërkohë që e harron krijimin e vet, krijim të cilin ne ja filluam nga zjeja. Dhe të thot kush do t'i ngjall këto eshtra kur ato janë të tretura në tokë. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim. Përgjigjo o Muhammed duke i thënë, do të ringjall ai i cili i krijoi ato për herë të parë. Pasi ai që i krijoi ato për herën e parë nga asgjëja, nuk e ka as pak të vështirë. Ti jap jetë herën e dytë. Ai e njeh çdo krijim të tij e atij nuk i humbet asgjë. Vazhdon autori duke thënë ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi lam yazdad bi kawnihim shay'an lam yakun qablahum min sifatihi wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadhalika la yazalu 'alayha abadiyan. Ai thot ka ekzistuar, pra Allahu ka ekzistuar për herë së bashku me cilësitë e veta para krijesave të tij. Sjellja e tyre në ekzistencë nuk i ka shtuar atij asnjë cilësi që ai s'e ka pasur para se t'i krijonte. Ashtu siç ka qenë me cilësitë e veta nga përjetësia e pafillimit, ashtu do të vazhdojë me to edhe në përjetësinë e pambarimit. Të kjo fjalë autorit ka pak vështirësi, kështu që inshallah duhet më përqendru pak. Atëherë, para krijesave të tij. Kjo është një pjesë inshallah që do na vijë së shpejti. Këtu do të ndalem te fjala që thot ai ka ekzistuar për herë së bashku me cilësitë e veta. Dhe kjo është e vërtetë. Dhe nuk ka dyshim. Allahu gjithmonë ka qenë pra i cilësuar me ato cilësi, me cilësitë e veta. Allahu ka qenë krijues edhe para se të krijonte krijesat. Allahu ka qenë furnizues edhe para se të furnizonte. Allahu jep të jetë edhe para se, domethënë, edhe para se të jep të jetë ai e ka pas të cilësi. Allahu merr jetën edhe para se t'u marrë jetën krijesave, ka qenë i cilësuar me këtë cilësi.
Allahu vazhdon dhe do të vazhdoj të jetë të cilësohet me përsosmërinë absolute. Nuk ka qenë ndonjëherë i mangët prej cilësive të veta, ose një pjesë të tyre e më pas u plotësu dhe u përsos. Allahu është i pastër për kësaj. Gjithmonë ka qenë i përsosur dhe i ka pasur të gjitha cilësitë e përsosmërisë. Këtu te kjo fjalë ka kundërshtim për mohuesit e cilësive të Allahut, siç janë xehmijet dhe mu'tezilët. Pra kjo fjalë e autorit i kundërshton ato. Cilësitë e Allahut janë pohuar në Kur'an dhe Sunet. Qofshin këto cilësi vetjake të Allahut ose cilësi të esencës së Allahut apo cilësi veprore. Pra këtu tani inshallah do të tregojmë ndryshimin midis këtyre të dyjave. Cilësitë e Allahut ndahen në dy lloj. Cilësi të vetvetishme, pra që janë ky është një përkthim që mundova ta përshtas sepse përkthimi i termave është pak i vështirë, pra ajo që është më saktë është të japësh shpjegim. Pra këto janë cilësi, kurse kjo e vetvetishme është thjesht një përshtatje që i kam dhënë si emër. Këto janë cilësi, pra cilësitë e vetvetishme apo esenciale të Allahut janë cilësi që i përkasin vetë esencës së Allahut dhe nuk shkëputen asnjëherë prej tij. Dhe ato ekzistojnë dhe janë në veprim të përhershëm. Shembull për këto është për shembull jeta. Jeta e Allahut, domethënë që Allahu është i gjallë dhe kjo është cilësi e përhershme dhe nuk ka në një moment që ndalet. Dija, fuqia, dëgjimi dhe shikimi, këto nuk ndahen prej Allahut. Edhe cilësitë e tjera nuk ndahen, mirë, po këto janë në veprim të vazhdueshëm. Qartë? Okej. Cilësitë e tjera janë cilësi vepruese. Edhe këto cilësi lidhen me veprimet e Allahut dhe shfaqen kur Allahu dëshiron. Pra në esencë nuk i ndahen këto cilësi prej Allahut. Këto janë cilësitë e Allahut dhe janë bashkë me të. Mirë, po vendosen në veprim atëherë kur Allahu don. Dhe nuk janë në veprim të përhershëm si cilësitë e para. Shembull, pra krijimi. Kjo cilësi është cilësia e Allahut dhe nuk ndahet prej tij. Mirë, po vendoset në veprim atëherë kur don Allahu. Furnizimi, falja, që Allahu fal mëkatet atëherë kur ai dëshiron, zbritja në qiellin e dynjas, siç na ka ardhur në hadith. Dallimi midis tyre, pra siç e tham, që këto të parat nuk ndahen prej Allahut në asnjë moment. Pra janë në veprim të vazhdueshëm, ndërsa ato të tjerat janë të lidhura me kohë caktuar që Allahu don. Kur don Allahu i vën zbatim këto cilësi. Vazhdon autori duke thënë sjellja e tyre në ekzistencë nuk i ka shtuar atij asnjë cilësi. Edhe pak kemi të mbaruar inshallah. Sjellja e tyre në ekzistencë nuk i ka shtuar atij asnjë cilësi që ai nuk e ka pasur para se të krijonte krijesat. Pra, Allahu edhe para se të krijonte krijesat ka qenë krijues. Dhe fakti që krijoi krijesat nuk ja shtoi krijimi i krijesave Allahut këtë emër apo këtë cilësi. Gjithashtu përsosmërinë e tij në këtë cilësi nuk ja ka shtuar krijimi i krijesave, po gjithmonë ka qenë i përsosur. Allahu ka qenë i përsosur dhe i plotësuar në çdo aspekt, dhe cilësitë e tij veprore kanë qenë pjesë e tij para se ai të vepronte me to. Dhe nuk e ka përfituar këtë përsosmëri për shkak të veprimit të tyre dhe për shkak të krijesave. Ky kuptim është kuptimi i saktë. Kemi dhe një interpretim, siç tham që autori ka pasur disa kritika dhe kjo ishte e arsyeshme që të shpjegoj se lidhet me një pjesë tjetër që ka për të na ardhur dhe është mirë që ta kuptojmë. Është një interpretim tjetër i gabuar, që ky interpretim është sipas metodës së kelamistëve. Dhe këto thonë që nuk ndryshon gjë tek Allahu në veten e tij me krijimin dhe me veprat e tij. Ta shpjegojmë. Këto me këtë fjalë që thonë duan të mohojnë cilësitë vepruese të Allahut. Dhe kanë për qëllim
që nuk gjenden tek Allahu këto cilësi, pra me lloje të ndryshme. Që ato lloje të ndryshme të cilësive nuk gjenden tek Allahu. Dhe thonë që nuk ka ndryshim tek Allahu midis faktit se ai ka krijuar apo nuk e ka krijuar një krijesë. Pra duan thonë që Allahu në moment që ne themi që ndryshon diçka tek Allahu kur e vë një cilësi në zbatim, këtë ndryshim ato e përngjasojnë me krijesat. Se krijesa, thonë ato, krijesa që të bëj diçka duhet lëvizi. E duhet ndodhi diçka me krijesën, pra duhet lëvizi, duhet shkoj këtu apo duhet bëj atë në mënyrë që ta kryej diçka. Edhe duke e përngjasuar Allahun në këtë aspekt, ato shkojnë në mohimin e veprave të Allahut. Pra e mohojnë që Allahu të ketë vepru. E mohojnë. Edhe nuk ka ndryshim, thënë, në faktin se Allahu u kënaq me ato besimtarët që i dhan besën profetit, ose para se ato ta jepnin. Pra, Allahu njësoj ka qenë. Edhe nuk ka ndodhur asnjë gjë. Apo fakti që Allahu e dëgjoi atë besimtarin që po i ankoi profetit sallallahu alaihi wasallam për burrin e saj, apo para se t'i ankoi. Ato pretenduan se cilësitë veprore të cilat Allahu i vepron kur ai do, nënkuptojnë ndryshim në qenien apo në esencën e Allahut. Gjë që për këto normalisht për ato ishte e papranueshme, nuk ka dyshim që kjo është gabim. Sepse e vërteta është argumentet, po edhe logjika, është se në realitet Allahu subhanahu wa taala, edhe pse në esencë i ka pas këto cilësi, Allahu domethënë e ka pas cilësinë e krijimit. Në moment që e veproi, normalisht që Allahu domethënë u vun lëvizje apo dëgjimi, dëgjimi apo furnizimi, kupton? Kurse ato e mohojnë këtë gjë duke e mohu faktin që Allahu vepron. Dorsa ne themi që Allahu vepron me të vërtetë. Dhe nuk vepron thjesht në teori. Allahu është i cilësuar pra me të gjitha cilësitë edhe para se të veprojë. Pra çdo cilësi e Allahut, Allahu e ka pas atë në esencë edhe para se ta vepronte. Edhe në moment që Allahu e veproi, kjo në esencën e Allahut nuk ka ndryshuar asgjë. Allahu po i njëjti mbeti. Ama ato duan të mohojnë faktin që Allahu vepron. Kurse ne themi Allahu vepron, realisht. Në moment që krijon, ai ka krijuar. Dhe nuk e mohojmë këtë veprim të Allahut. Vazhdon autori duke thënë dhe tu të mbyllim inshallah. Ashtu siç ka qenë me cilësitë e veta, nga përjetësia e pafillimit, ashtu do të vazhdojmë me to edhe në përjetësinë e pambarimit. Dhe kjo është e vërtetë. Allahu ka qenë i përsosur e do të vazhdojë të jetë i përsosur. Dhe cilësitë e Allahut dhe përsosmëria e tij nuk ndalet asnjë moment. Gjithmonë ka për të qenë i përsosur subhanahu wa ta'ala. Nëse ka një pyetje, pa e lem përfunduam për sot. Allah shpërblet në të mirë, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.